Segmenti rrugor prej 5 kilometrash që lidh qytetin e Ballshit me qendrën e fshatit Gjerbës është në gjendje të rënduar amortizimi. Banorët e zonës thonë se prej vitesh kjo rrugë nuk ka njohur asnjë investim, duke u kthyer në një problem madhor në përditshmërinë e tyre. Madje gjendja e rrugës ka ndikuar drejt për drejt edhe në shpopullimin e fshatit. Kjo është aq shqetësuese për neve, sa neve e ndjej vetë të harruar në të gjitha pushtetet që janë tash që qëndrojnë në një lokali. Për 5 km rrugë janë 30 vjet, sigur na 500 metra me të ishin shtruar do kishte mbaruar rruga. Fshati jonë është fshati më i harruar në Mallakastër. Edhe vetë fshati këtu të gjithë rrugën e duan, si fshat, po asnjë nuk kërkon. Rrugë duan edhe rrugë nuk kërkojnë, sepse nuk e di, nuk jam edhe unë vetë i bindur, sepse nuk do të ishim neve 3 veta sot këtu, po duhet të ishte i gjithë fshati, sepse rruga është jetë për të gjithë fshatin. Këtu edhe i vdekuri, ata që kanë ikur nëse vdes një që i bën këtu, edhe i vdekuri nuk arrin dot që të varroset. Aq probleme është bërë rruga për tek ne. Kemi bërë sa herë kërkesa, kemi bërë sa herë që vinë ata për zgjedhje, do ta bëjmë, as drita, as ujë, as rrugë. Na ka ngelur goja vetëm duke thënë drita rrugë ujë. Banorët tregojnë gjithashtu se ky segment rrugor lidh disa fshatra dhe qarkullimi i automjeteve në çdo orë të ditës është i lartë, por theksojnë se për shkak të gropave, amortizimi i automjeteve është i shpeshtë. Është shumë problematike se ne, jo se është fshati jonë vetëm, po su ka shumë makina. Po të rrish tu një orë mund të kaloj 20 makina. Është rril, është smazez, që me Berati shkon gjikteja, është kapanj që shkon gjikteja. Ka shumë, nuk shkon vetëm fshati jonë. Problem sa s'ka ku të vejme. Problemi madh është. Nuk është problemi i vogël. Amortizimi makinës sa do makina të hajë s'duan kalamajt. E çojmë 2 herë në muaj te servisi. Ne jemi për të bërë servis për vetë, të çojmë makinën tash. Pse se për një rrugë të vogël, se sa shumë kilometra gjë, aq është. Përballë kësaj situate, banorët kërkojnë një zëri ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për rehabilitimin e rrugës dhe garantimin e shërbimeve bazë në mënyrë që fshati të mos braktiset plotësisht, pasi ndihen të harruar e të braktisur si nga pushteti vendor ashtu dhe ai qendror. Ndërkohë, kryebashkiaku Qerim Ismailaj ka pohuar se i është bërë kërkesë Fondit Shqiptar të Zhvillimit për rikonstruksionin e këtij segmenti rrugor jetik për banorët e kësaj zone.